çka e bani Kurban Bajramin, çka e bani Fitr Bajramin, çka e bani këtë madhështi 5 milion njerëz me shkue në Arafat, në Qabe, çka e bani? E bani urdhi Zotit, urdhi Zotit, la ilaha illallah. Andaj për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala më e mirë që është në Arafat është la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Musliman jena ba musliman me shahadet. Na jena mbledh me shahadet. Neve na ka bashkue la ilaha illallah Allahu akbar. Andaj çdo punë që don me e shëru, çdo punë që do me e sos, çdo punë që do me e përsos, çish mi anis, nisja me la ilaha illallah, nisja me Zot, nisja me bismillah. Për këtë arsye ka ardhur nga pejgamberi alayhis salam, çdo punë që ka nisët pa bismillah, ajo është pa bereqet.